بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد في دنيانا وأخرانا لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم استر عيوبنا واستر نساءنا واستر أعراضنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنع وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول المولى تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. Nderuar xhamat, Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu, të ai I drejtojmë lutjet e tona të sinqerta për kabullin e namazit xumas. I drejtojmë deri te krijuesi I gjithësisë lutjet e tona të sinqerta për pranimin ton me gjithë veprat që I bëjmë në emrin e Atij Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu. Salavatet e selamet tona I dërgojmë të më I dashuri, të I dërguari Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Temës tonë, temë me të cilën jemi kap disa xhumae në fund në lidhje me udhërimin, sot inshallah taala në pika të shkurtë prap disa barna, disa mundësi për shërimin e kësaj smundje e cila e ka kap njerëzien edhe ka ra deri në gurin e fundit të bunarit këtij problemi. Deri ku kanë shku punët, sa I përket jellënimit, sa I përket mos durimit njëri tjetrit, kanë shku punët aq larg sa që njëri prej njerëzve rastësisht I shlon sit në tjetrin rrugë, edhe ai kapat për fyti e çka keqi po mkshir me gjithë një çame. Deri ati ka ndodhur që njeriu ka qenë duke shiqur një gjë e cila s'ka pas lidhje me njeriu tjetër përballë. E ka marrë ai përsipër se kin se ki atë për e shiqon. Edhe janë kap për fytit e ditë. Deri këtu ka arrit puna. Ka shku puna aq larg sa që një njeri e ka humb durimin, humbje totale në semaforin e kuq në udhkrishin e rrugës, vetëm pak me u vanu qetri, e ka kap nervoza këtë qetrin edhe mas po din çka me bo, e ka dal prej kerri për një ditë shame mas paku. Se s'ka mo, ka humb mo durimi deri në pikën e fundit. Në zemrën e njeriu të bashkohor të kësaj kohe, ajo që ka emrin durim, edhe ajo që ka emrin tolerim, edhe ajo që ka emrin pritje, I kanë vdek hemen, nuk kanë met mo. E këto kur shkojnë prej njeriut, zavendësohen me diçka tjetër. I zavendëson këto mendje madhësia, I zavendëson pëlqimin e vetën, I zavendëson nxitimi kinë se unë atje ku jam të shku, ashtë më me rëndësi se ku je të shku ti. Pra rruga jeme duhet me qene hapun. Rruga jeme po dash ka me qene qelun. Të gjithë qerët kur kalojnë për rrugë, po dash kër mos ke nju. Deri këto halas kam rri,
po nga dal ati dhe të shkon nëse kjo njerëzi sot ka vendos me këtë sistem me jetu. I nderuar i xhamat, për fat, kështu do të vazhdojnë edhe me armëri. Kështu do të vazhdojnë edhe me armëri për shkak se xhamati jonë e kanë fjalën muslimanët, nuk e kanë vendos me mësu. Muslimanët nuk e kanë vendos me dëgju. Ato e kanë vendos me mbet të pandëgjushëm. Ato e kanë vendos me mbet me vazhdu të pakuptueshëm. S'kan mundësi me umbrojt për këtive dy fjalëve të fundit fare. S'kan mundësi me kritikohën fare. Për shkak se me mia herë kemi përsërit se mësuesi hin imramin klas. Këta kemi thonë prapë thonë, do ta them në armëri. Mësuesi hin i fundit. E të nxënësit hin të fundit, mësuesi hin i pari kanë qef me ditë me isprami. Ma në fund kanë qef me ditë me qenë ditur. Ma në fund lajmërohen kinë se i dinë gjitha gjonat bile. Edhe ma në fund ato i thojnë hoxhës, unë po foli, po banvakiti e di ma mirë se unë e këta. Ti bile banvakiti, nuk ka që di që e di edhe ma mirë se unë. Ai që s'kan dëgju kur, i thot ati që gjithmonë foli edhe din, do të këta ti e din ma mirë bile. Ama edhe unë po foli pak, 1-4 orë po foli. Të në majsë brami talo ti e pa fjallëm, thomune hoxho vazhdosht ti. Qetri e nis bisedën në dhomën apo në mezhlisin e dietarëve, e nis bisedën edhe thotaj, kështu thot. Dashta sa me qel ti e hoxho, thot. Me qel ti e pak. Ajo hoxhën për japin zor këtë dënjoja me mshel e i fshim. Po janë qunë kohë kejtë me mshel, se me mshelin ti për e qel, pa truso. Truso e rriban rahat se hoxha 6 muj mës me fol, për ti ashtë në dobi, a dobia jote. E mas 6 mujve ke hesap, të paguat 6 muj me ne i tunën, me prita i 5 minuta kur të fole. Të paguat me prit 6 muj, me prita i 5 minuta kur të fole. E ti po i kalzon hoxhës se ti kanë shajshka e qel hoxhën, për shfa që e qel nufëll e qel, e ban bajat, e mshel kejt edhe me pas një jetë me thonë dishka e vendos mës me thonë. Në atë moment e vendos mës me thonë. Sa po e prit një dardh në bordë të rritë pekët? 12 muj. Sa po e prit grunin tanë të rritë pekët? 9 muj. Sa po e prit gjallin tanë të rritë pekët? 25 vjetë me radhë, me apa hajrin, me fol daj, me dorën e vetë, me fol me ta fru diçka. 25 vjetë po e prit këta të rritë pekët. Sa po e prit ti? Sa po e prit një sezon? Hajda po tregon pra. Sa po e prit penzien? Jo që po e prit ata, po e thënë korrizin për ta. A ditë që ke hinë pun ke njës me mendu për penin e zi. A i sa penzia e pen i zi. A ditë që ke hinë pun ke njës me bo biset të kur qkoj të pen i zi. Apo të utër se s'pëmrin të pen i zia. Mësë tut, a i pen i zia ashtu zvillu ka ti. Nuk jetë ty të shku ka aja ashtu zvillu ka ti. A i patur lidh për qafe qarës e ke. A i patur lidh për kambe qarës e ke. Po prej ditës par, dherë të penizi, ashtë tema jonë me të e lidhën, që ti t'jeshe një besimtar, t'jeshe një musliman i cili nuk hidhrosh këtë, nuk hidhrosh pa lidhje, po ke program, e din kur çdo gjë e ka vaktin edhe e din çdo send kur i vjen minuti. I nderuar i xhamat, kjo jetë në të cilën po jetojmë na, qish herët në dersat e tona në lidhje me këtë temë tham se hidhrimi është pjesë e pandashme e kësa jete. Po na çfolëm pra, na thama i duhet me qenë në rkamët e tona. Na thama i duhet me qenë në sundimin ton. Kanë thonë dietarët. Kush e ka malet? A mende hidhruari e ka malet? A anija të cilën e kanë kap dalgët? Kanë thonë dietarët, anijen të cilën dalgat e kanë kap, e ka ma letë se njeriun të cilën e ka kap hidhrimi. Mendja e hidhruar, ka thonë pse kështu? Pse kështu? Kanë thonë ata, se anijen të cilën e kap i dalga, ndodhi që e qitin skajin e detit të elohat. Kjo ndodhi. Njeriun të cilën e ka kap dalga, e ka kap në skajt detit.
e tani dalgat e hidhrimit e shtin të kamidisi. Kush e ka ma let? Kush është ma afër shpëtimit? Kush shpëtohet ma mirë? Kush kalon ma mirë në këtë rast? A anijen të cilën e kanë kap dalgat, a mendën tonë të cilën e ka kap hidhrimi? Ajo po del kaskej. E ti ka përshkon? Ti po hin kamidisi pra. Pra ti ka e gulfatmja përshkon. Ti përshkon ka e batismja. Ke kujdesin e madh në lidhje me atë që i spjegojmë na, e cila ajmë në ka hidhrim këtë botë. Ke kujdes madh shumë. Unë mendoj se një njeri i cili hin në xhami me një kësi derë si si ki që po e themi na në emnin e Allahu Gjelle Gjelalu, edhe ndëgjon këtë shembull të cilën e tham, e ndëgjon këta, edhe del prej xhamisë sot, unë mendoj se ai e ka kri me dersën e sotit. Unë mendoj se ai prej dersit sotit çdo gjë e ka mësuar mo. Kur ti dhrosh, je jashtë adetit, je në skej, e pastaj hin duke hi ma falë deri të fundosësh. E çka me bo pra? Atje në anije, kur ka pëndalgat, ka kapiteni anijes, i cili pos qerave, pos mjeshtrive të vozitjes ati, është mjeshtër për kurtalisjen, për shpëtimin e anijes nga dalga, mjeshtri shkollore janë ato për me shpëtu ata. Një pun prej punve që duhet me bo, vozitës i kapiteni anijes për me shpëtu atë në atë rast është me ngadalsu shpejtësien. E para fazë e aksionit që mirët për shpëtimin, me ngadalsu anijen. Se vetëm ngadalsimi asaj e ja përshtat ai kapiteni anijen dalgave, shpejtësies ative, edhe kalon ajo shumë mirë. Faza e ditë të cilën e merr ai për shpëtimin e anijes, nëse kemi fjalën të anijen, e kemi fjalën të ato që janë ndër të hipën të, ato që të pështojnë këtë gjonat janë rregull. Fazën e ditë që e ban ai është rrotullimin e drejtimit sipas valeve. Me adhon anijes drejtimin sipas valeve. Mos me shku në të kundërtën, se shkumja në të kundërtën është gabimi madh, është fundosja asaj. Pra nëse ti kur je i dhruar në ark, këto di faza i merr, edhe kështu vepron, më spari e ngadalson procesin, më spari e ngadalson fjalën, më spari e ngadalson tensionin e bisedës, tu afru ka mirë kuptimi. Me këta afrosh ka mirë kuptimi. E nëse e shpejton, nëse anija shpejton në dalë, shka gjen ata? Ajo në vend se të balafaqohet me një val, në atë rast balafaqohet me ma shumë se një, është problem edhe ma i madh për futjen e turinit kokës anijës në i fall edhe mos dalës asaj. Pra nga dalsoj problemin, nga dalsoj fjalët. Nëse nga dalson fjalët ti ke arrin, është shumë e qartë se ke fillu me shku ka mirë kuptimi i problemit me njëri tjetrin. Fazën e ditë, drejtoj anijen tënde në të kundërtën. Pra ktheja shpinën. Ktheja shpinën se është shumë mirë, ose ktheja me mjeshtrit e mençurisë edhe turësijës asaj fjallit që për e ndëgjon. Për e tregojmë një rast shumë herë i spjeguar në xhami. Një ditë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ishte të nejt në hijen e murit xhamisë. Kanë thonë disa transmetuar në hijen e shtëpisë njënit prej Medinelive. Ai ishte të nejt në hijen e murit xhamisë Medine, e në anën e krahut, në një krah aty e kishte Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, bisedojshin për një çështje. Ardhi një Arab edhe jahini me shah Abu Bakrin mirë. A i tha ati u shah në parezerv me ta, nuk u kursi fare se shfar fjali drejton të ati të ndershmit radiallahu ta'ala anhu. Të ditë heshtën, edhe Abu Bakri heshti, edhe Rasulullah s.a.s. heshti mirë. Ma vonë Abu Bakri u përgjigj me di fjalë, tha bel ente hua, tha ti je ai që po më thu mu. U qu Rasulullah a.s. U qu prej mezhlisit edhe shkoj. U qu Abu Bakri ma vonë, tha ja Rasulallah, tha pse u qove?
edhe nuk lajmërove se po qosh. I tha u qova ja Abubakr. U ngrejta ja Abubakr tha prej vendit. Se deri sa ai të shanë të tije, patar një me lejke ju përgjith të i thejke tije që ai që po thu. Kur e morë ti iniciativën edhe u futen atese me u përgjith ti, tha ardhë dreqi, ardhë shejtoni ati, unë edhe ai nuk rrim me një vend. Për atë u qova, jo që u dëshprova prej teje dishka. Tha po unë edhe shejtoni nuk rrim me një vend. Mu për këta tha unë rita shkova. Në këtë ngjarje, çka kemi na sot në këtë gjumo për të morë? Prej kësa ngjarje morim në atese, deri sa ti të shanë dikush ka kush mu përgjigj për tije. Urt, rëurt se e ka morë dikush qëtër kush përgjigjen e përgjigjes, përgjësien e përgjigjes. Kur ka pështi pra, kush kam rria ati të me zhlisijat, kur ka pështi me u përgjigj, me u hakmar, kush ash ati? Ai që muslimoni edhe ai s'kan të përbashkët asë gjo. Musliman njeri, pse i dhrot edhe kapët për përgjigjen? Pse i dhrot, ai shka shef në atë rast? Ai në atë rast e shef një prej ulemave tha, në këtë çështje që po du tash me diskutu, ai tha kështu, njerëzit po e shofin hidhrimin burnitha, për qatë po i dhrot? Po e shofin burnitha. E tani me pyetje se sa po e shofin burni ata, ai tha, edhe me i këshilu këshila që s'javë ban, edhe me ju dhonë këshila të drejt për drejta, që ato mendojnë se nuk janë për këtë këshil, hala se kanë pru punën, tha në atë ras i dhronë. Nuk janë gate dhe këshilat me i pranu, i dhronë. Tha ato për e shofin, tha ata burni, tha për atë për e dhronë. E po thej njerëzit, a i qish me ma marë muftiren. Ndash me dit kër i idhnu e ke dhonë vetë. A i nuk të murë, po kër i idhrove ti e dhove vetë. Ti e fale atë. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kurani Kerim në mësoj drejt për zdrejt i tha në raste kër ju ven koha më idhru. Tha ndëgjoni fjallën e Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu. Tha khudhi l'afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Tre elemente kuranore. Numër 1, tha khudhi l'afwa, falja. U kri falja. Qish me fal? Me thonë ta falja. Qështu me fal? Apo do me ndërtu me cikla? Po do me ndërtu me podrume me kate me në kulema? Jo, dhe ta falje ke. Veç a ke lip falje, më njëherë ke fal. Veç a ke lip falje. Falje ke më njëherë. Kështu thuj, khudhi l'afwa. Falje ke. Wa'mur bil urf. Tha dhe urdhno në të marën. Urdhno në atë që janë shmarë. Kurani Kerimi ka folë 3 fjallë këta jetë. Tha fale. Urdhno për mirë dhe marë. Kjo dhja e treta, wa a'rid anil jahilin. Tha këthaja shpinën gjahilit. Këthaja shpinën gjahilit. Jo në atë kuptimin këthaja shpinën me tra, po këthaja shpinën e hec. Këthaja shpinën e hec. Ulemat e vjetër kanë spjegu këtë ajet, këtë pjesë të ajetit shumë bukur në gjemot. E kanë spjegu më mirë se në ato. Me gjithë se ju muni me ndëgju prej o gjallarve matri me vite se ato o gjallarë të moqëm s'kanë dit. Kush thot kështu se ka me ven? Kush thot kështu nuk e ka me ven? Ato kanë dit shumë ma shumë se në. Këta kër e kanë spjegu kështu kanë thonë. Kurana më e kanë thjeshtu atë shumë fshat që i katunarit a more vesh. Kanë thonë e ikmja a faqja barë. E njerëzit kanë mendu se plesht kishin thonë. Jo, ato nuk kanë thonë kështu, po fjallën këthaja shpinën gjahilit në Kuran, e kanë spjegu, e kanë thjeshtu që i të kuptohet më njëherë, kanë thonë e ikmja a faqja barë. Këtu e ikmja, njerëzit fjallën e me ik se kanë pas qartë. Ato fjallën me ik e kanë përdorë shumë modern. Se në gjuhën shqipe me ik nuk është me ik pitutës, po në gjuhën shqipe të pastër me ik është me shku. Thojnë shqip në gramatik, në gjuhën e fjallorin e pastër shqip,
Kur të bëhet pazari ora 1 që u krithojnë, i ka për në shtëpi. Hajde tash, pra urdhë. Ku ke ikë ti? Ti atutësh, pitutës ikë, shkon të shtëpia. I ka në pazar, i ka në treg, i ka në qytet, ka ikë në gurbet, ka ikë prej gurbetit, do me thonë shkort e trup ka shku. Pra, nuk ka thonë ikja me ikë a faqjabar, me ikë me lishu me ikë, po ka thonë me ikë me shku prej problemit, me lonë problemin ati ku është e me akthi shpinën me shku. Ashtë faqjabar. Se me ikë ashtë faqjabar, në kohën e fundit do na imi të ikë pi do frima dhe pi do ardhe ma faqja zez. Kjo ikë me ajo në faqja zez. Allahu gjelle gjelalu vë gjelle shanu ne edhe në boh prej ative që të fjallën e kuptojnë drejt, se çdo fjallë ka kuptimin e vetë, çdo fjallë ka vendin e vetë, kuptimin e vetë në vend ku është e vume. Ka thonë khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Fale urdhë për marrë dhe mirë, këthaja shpinën problemit edhe hec. Këthaja shpinën problemit edhe hec. Këta ulemat e spjegun, këthaja shpinën problemit edhe me një fjali shumë të thjesht, apo shumë me filozofi gjërë, shumë me filozofi të plot. Ato thanë kështu: banën se sponin. Allahu kërkun në Kurani Kerim nuk ka thonë banën që spondin. Ai nuk ka thonë kërkun, po ai tha këthaja shpinën problemit edhe hec. Ulemat e komentun këta me një fjalit thjesht për ta pas qarë gjemoti, thanë banë që sponin. Kjo banë që sponin ashe vështirë gjemot, qish mu bo që sponin, unë ha me nita edhe gjova mu bo që sponin, e që po e një pra. Mu këtu kësa i thëjnë krije në qësi, mu këtu fillon gabimi, mu këtu fillon me hi kadeti, mu këtu fillon ka është ma fel me shku. Në banë që sponin e ka peshen e vetë kuranore, e ka peshen e vetë, tha u arid anil jahilin. Këthaja shpinën problemit. Unë që kur për e spjegoj fjallën problem, anë Kurani Kerim se egziston fjalla problem. Unë po thëmë që kur këthaja shpinën problemit, këto anë i qëtër fjallë. Po kjo ishte kripa e spjegimit tonë. Tash po e thojmë atë që janë Kurani Kerim ku i me këthi shpinën. Tha këthaja shpinën gjahilit. Wa arid anil jahilin. Këthaja shpinën gjahilit. E pse ti po i thu problem që kur pra? Po a ka ma problem se gjahili? A ka ma problem se aj? Kushan këtë bot ma problem? Ma problem këtë bot a gjahilijeti, ignoranca, edhe gjahili, ignoranti. Kja ma problem pikeve. Mu për atë, Allahu Gjelle Gjelalu në thiri në 850 vende me mësu. Mos jesmi pa ditër, mos jesmi problem. Mu për këta në thaj neve, ju në dituri, kapnu për diturie. Se nëse kapni për shkollimi, nëse u kapni për diturie, ju s'jeni vetë problem edhe s'keni probleme. A i ke pa djetarë, di djetarë që ish bisedojnë me zveti? E mirë pra, si bisedojnë djetarë me zveti, a ka hoxha një shembull ama mës me zgatë shumë? Me di fjallë, po. Njoni i tha shoqit vetë, djetarë, të bisedu, e rashin një qeshtje i tha, po ti je anije maravla e diturijës. Kështu i tha. Ti je anije diturijës. Pa i qëtëri shoqet gjithë një fjalë mu me arë fort interesant, tha, ti je deti. Ku në tonë anija. A i pa me djetarë që shbisedojnë? E që shbisedojnë në barbal për bal, di gjahilan me zveti. Tha ti je kali. A tha ti je edhe ma kali. Urdhët ashtë pra. Pëlqe zgjeve rrugën e njonit, edhe zgjeve rrugën e qetrit. Di djetarë rafën një problem, njoni tha ti je anije, o bur, anije diturijës. A i qetri tha ti je detin e të cilin në tonë anija. Njoni tha ti je kali, a i qetri tha ti je ka. Urdhë pra. Cëllë problem të cëllën rrugë duhet të zgjedhim na duhet të zgjedhim rrugën e djetarëve. Ato shumë leti rapin edhe i zgjidhin problemet me di fjalë. E ditë mëdha i kur u idhrun, si pas dersi që kaloj, ditë mëdha i kur u idhrun, si u pajtun ato. Tha pse s'po i folja Abu Bakr, ja Omer, tha pse s'po i folja Abu Bakrit, keni kaluar 4 ditë. Tha ja Rasulullah, unë e di që kemi kaluar 4 ditë. Tha po s'po i foli me qëllim. E pse s'po i fol, tha, nuk kanë rregull. Tha është në rregull ja Rasulullah se unë kam dëgju prej teje të thonë, ai që jep prej juve përpara selam, është më i dashur dhe hin xhenet përpara
unë prit që a qikitë më jape selam për para. Se më ka kalu, tha, s'kam kur gjo. Po pras që e babakre të më jape selam t'jen gjennet para muë. Të më dhajt kështu. E këto të voglin për balë të qërtë. Kur këta s'ta arroj. Fjala kur e përfshin këtë jetë. E përfshin edhe jetën e vorrit edhe mas vorrit. Fjala kur e gatë shumë. Pra këta s'ta arroj kur, hiqas njare. Edhe i thonë, ma e men, pra, po të porosis me majt men. Ashtë realitet me porosit mës me majt men. Ashtë mirë mës me majt men. Kush e ma men? E ma men a i shkar gjahilijetin edhe i dhrimin e konsideron burni. Ki e ma men. E ma men a i që imrollet shpejt. E ma men a i që hidrollet shpejt. A ne kemi një vi. Mendoj unë se Asdi Alia ka thonë kërramallahu wajha fa habibaka haunan. Tha atë që ta duhe nga dal. Se ndoshta nesër se don. Wa abghid baghidaka yawman asa an yakuna habibaka yawman ma. Atë që se don, mos e duaj kadal mos e duaj, jo për një ditë, mos e çit lloç. Po mos e duaj kadal se ndoshta nesër e don. Sa njerin këtë botë ka thonë, ish na kon gabim. Sa njerëz këtë botë than, ish na kon gabim për filonin, se kish na njoft, shti po njof. Ka pas vejt ma kadal pak. Sa njerëz këtë botë than, se kish na njoft filonin, kam kujtu se akoni mirë po i shkon bërlok. Ka pas vejt me njoft, kadal. Ngadal. Allahun këtë botë, gjematin darshëm në la, me jetu një pjesë. Në la me jetu një pjesë tjetës. Ajo pjesa me gjatë e jonja sa pos gjatë. Ajo pjesa me gjatë e jonja pos gjatë 70 vite. Ti thuj 100, noja 30, pa problem. Me gjithë se rallë, po noja ti pa problem. E unë po spjegoj ndryshe. Prej 100-ve, kej që ka i kanë 20 veçarë në gjami, këtu që i kanë ardhë, të shpija s'kanë drejta me diskutu fare. S'kanë drejta. Me 25 vjetë jetës nuk kanë drejta me diskutu në shpi, për shkak se ati në qosh a ula i shka i ka 75. S'ka mundësi. Thonë, ti ka dale, që shtonë, ti trusu. Drejt, unë për katonar që po e thamë. Ti trusu, ti hala se ke kohën. Por ti ja është harët. Se në dhoma një 75 veçar, një 55, një 30 vjetë. Baba, gjyshi, gjali, nipi, e ti 20 vjetë hala s'ka në si bo baju. E ku janë këtë 20 vjetë për jetës tonë pra? Ku ja kanë zonë ti këto? Se i ke? Këto as për në shpinë s'janë, as për në gjak s'janë, as për në pazar s'janë, këto për kërkun s'janë. Këto janë vitet e topit, këto janë vitet e lojnave, këto janë vitet e ajgarave, vitet e lapsit, detirave, mësusit, bankës, edhe të vizorës, mërë dhash, a di kush jemi 20 vjetë? Hala mësusit re. Mësusit s'ja plesën dëshirën të ahi. Aq pra, shkur 20 vjetë. Marun. Mas 20 viteve, me shati, me spat, me gomor, me plug, me traktor, me ketam, me ule, me filter, me ket, kejt ka arru se sot a e gjumo. Këto qerat, këto manam pak, pin 20 vjetë të tërma, këto pak manam. Ke arru me fal gjumon, pak masit falet. Ose ke arru se vesh gjumon, si janë o 35 vakte, për tos dhe me dit, vëlla, po. E që ta shë ke, këto janë vitet e idhrimit, shakti, uji, shati, orari, unë du me vadit, ti dush, ti s'dush, e ti ma bur, unë ma jo, ti unë ma bur, ti ma jo. Këto vaktit me harru se ke mu fal, me harru se ke me fal, me fol drejt, me harru se ke kujshi, me harru se ke vla, me boj mar, me uvesh pak si nam pazar, kur dilesh, me udok pak se edhe ti keve në këtë dunjo, kush e fjalla keve, në këtë dunjo, hitë si e ditë se si e fare, hitë si e ditë se si e fare, se ke pej rashtit ke dal, si e në rasht. Kush dale për rashtit sa është ati? Kush sa mërthin me nxes mirë, nuk është në rasht edhe a i shka sa në rasht, nuk konsiderohet se eksiston fare. Në rasht e me namazit i nuk je. Pra mi atësia u fal me 6 gjemot, me një gjami prej gjamiave tona. Në rasht e gjamiës nuk je. Në rasht e burave ti po thu. Kështu po thu? Në rasht e burave po thu. Unë hala i ri. E di kush ato të mashtru, se nuk je i ri vlave jam i dashur. Me 55 nuk je i ri. Me 60 nuk je, me 60 veçar tash po thojnë, i kanë kohë hala, janë 3. Unë e di që ka po thojnë ato. Pse po Paqirja i ka fajet. Paqirja i ka fajet. Me 55 vjet një herë po ruan me ngjes një herë mramje. Diroja në dite, e i rini me, taze i ri. I ri taze. Pa, nuk e ka plotsu as një kusht plaku që ti do këtë vetja plak. As një kusht, fara me dash as një kusht.
edhe 65 veçar, edhe qerapat i ka 20 veçarit, mere vesh mo. Ki njeri, i do këtë sa ala është herët, e mirë 20 vetë mo i pam ato shkun, edhe këto 40 atë përzime, këto i patë se të përzime kënë, 65 vjetë vetë e ka ngrit gishtin, ka thonë, marëj e jemja mo. Nko në hadin me dhine ka rëgjët, e posat kjo që di, Allahu ka thonë, udhuni e stajib lakum, ju lutmoni unë ja ofrane, që ka thonë, lutmoni, bani lutët, drejtoni lutët e unë ja ofrane, ka thonë, idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, që të fisin tije unë afri ama lartë jama, për u gjibu davat e dahi idha daan, e prane lutët ju, s'ka fije problemi. Ka që razën e tije tjera, në të gjithë, që ka në të konkuadro, në të përën kata, sa që të 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 pasë të të dhe ko afra të 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 Në të një të këtu, dhe ka të bëjmë në qafën e gjekës, ju në Ramadan e ka duat në sigur, ju në qafën e po orë, në këndi që në përën dhe vanë të rënë, para se të dhe Ramadan e një. A ka më të qafë e një? Të shumë në gjithë se... Maroj mojë, një me marë, në qafë dhe përës një me marë. Unë kam pason me një dërës në këtë kursi gjamije, para një 16 viteve ka qenë Ramazan, po ka qenë dërës i atije. Nëse e ma men dikush me përzi, kam thonë kështu, kur plakës, kur është dita e pare pjesmijë sonde, unë kam pas thonë kështu, parën herë kur të azish vetën si i ke qytë durët mrapa, po e së për uve, pja dit që jemo, durët ma spine, e durët ma spine dhjet, e ke krimo, 20 vetë kishin, edhe këto 40 përzime, 65 me lajmëron vetën se jo t'ja e pak mo, mos harro, kush jeton 60 vet, edhe flan 8 sahat në ditë sipas doktorit, sa vet në gjumi kanë kapërsi. Nuk ka i zorë që më maton që shti kanë problem me numrat? A njeri që jeton 60 vite, edhe 28 orë në ditë e flen, do me thonë flen 1/3, 1/3 e 60 është as 20, 20 vite në gjumë. Rafsh, si të kishe tu 60 vet, 20 vet ke flet. Unë e mos harro, se unë jam edhe ma precis se kash për këto punë të mija që i bajtë në kursi. Ti ke flet 30 vet. 8 saat ke flet në dite, ama 30 vet ke flet. Apo ki qef ti vej edhe një 4. E të bohën 34 vet, se do t'i arsijetojsh ti t'i gjoj ku i ke. 20 vet ke flet, se ke flet 8 orë në dite. Mirë po interesanta, këto janë 60 vet pikur ke le, a këto të gjepit ka 8 motor flet. Flen ka 8 motor, flen 7 motor, flen 6 mëjt dikur. E tani mirë, pa edhe se shkoj pi 20 ve për pet, kjo del në 30 shumë shpejt, 4 vet po t'i vejun e gjithë ditën, se a ke shkosh gjumit heq ka 4 orë. Ditën 60 vet, ka 4 orë ditën. E di shka, je mit të flet, e ke hargju kejt jetën në gjumë, kejt e ke hargju në gjumë. Pra 18 vet si foshni, 18 orë si foshni, 8 orë në dite, edhe 4 orë në drejk. E tone? Shka me bob? Ajde për të fesë kështu vlave jam, ti je në dërës, ti je para mësusit tanë, pej shka me ndrejsh prej tije, pra shka me maru prej tije, shka të ndrejshim dishka prej tije, që po të morim e po të bojmë dishka, shka me maru? Unë kisha me ndërtu një përmendore gjumi, me shkrujt ati, i kushtohet gjumit, ki bëst, e ka emnin popull, e ka emnin njeri, ja kushtojmë gjumit këta. Ja kushtojmë këta kohë humbjes kohës. E bëgjim me gjithë këtë sistem kaq të mykt, njoni prej neve hala mati madh. Njoni prej neve hala ka vakt me gjetë mu ilnu. Njoni prej neve hala ka vakt me rrit vetën, me kalzu se burr. Po është burra i shka flet 35 vet prej 70 vetëve. Inderuar, Gjemadri një e ndëruar, bota është e jotja, kështu tha njoni prej këtive djetarve tonë këtu, bota është e jotja, po a i tha qeshu, kështu tha, a e prishi kejt në temel, tha qeshu, rini, qeshu, bota është e jotja, a e prishi kejt kur tha kështu. Sa e shëndroj një popull, qeshu ka po flen, qeshu se kera në gjumë, jo kaj, e Allahu tash me mirë se e këti, Allahu tha fel jedhaku kalilen, wal jabku këthira, tha në të kani shumë e qesh një pak s'ka pëndodh me ju. Allahu tash me bukur, a i tha qeshu rini, qeshu rini, biri sa të mujsh edhe qeshu, je muzikizu deri në pikën e fundit, qeshu. Allahu tash me në regull, tha fel jedhaku kalilen,
wal yabku kathira, thanë të kajnë shumë, edhe të qeshin pak. E Islami tash me bukur, tha lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wala bakitum kathira. Tha me dit ju që ishe di une mas murit që isha qeshtja, kishi me qesh pak e me qajt shumë. Me dit që isha mas murit qeshtja. Tha kishi me qesh pak e me qa shumë. E shka ka mas murit, që isha ma tona gje? Trakansh, inderuar i gjemot, mas murit a trakansh, është trakansh shumë i vogël. Allahu Gjelle Gjelalu e boni trakansh, a i tha kështu në tjetë. Arkejt cullë të shkollës edhe të filorës edhe të mesmës, një mjetë prej të metëve të bazë dhe të arsimit teknik, trakanshën e kanun e di. E ju shka jini të shkolla, mos harroni ani se një të vogli. Mërë në trakanshën e ju vëmënën murë që kështu e shif një vorën e ju ati. Ashtë ju prit, se vorë i trakansha, a i ka një sten kështu edhe i ka punicat për jonës qëtër, ashtë trakansha. Pra shembullin jam ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu që ishë klasën e parë në bankë, se të këtu du një mukësi ma ismrami. Këto dimenzione janë t'juvat, është mjet i bazave të arsimit teknik, mjet i bazave të arsimit vorristik, me ta ndërtohet vorri. E mas murit, mas trakondishit angusht. Mas trakondishit angusht. Pra qka të bani? Ullën e hidhrimin. Ullën e hidhrimin. Shkelne ata me kam të juve. Thoni ju jo. Unë jo. Kush dohet jelno? Shkelne hidhrimin. Dhe që shofa Allahu Gjelle Gjelalu të hidhruar vetëm atje ku Allahu pajtohet. Vetëm atje ku Allahu pajtohet. Khalaq Allahu l'gajra hifdhan lil ansab. Ka thonë një djetar, idha ma ghadiba rrijalu, kështu ka thonë, idha ma ghadiba rrijalu da'an nisau fi ummetin, nëse burrat nuk hidhrohen në një rast, kështu tha një djetar, kuritën gratë ative në nënvize, heke mendilin edhe kalemi, shkruje mendil, heke mendili për gjepit, rrisht, unë të priti, nëzere mendili për gjepit edhe shkruje. Nësë Allahu i dhimin e ka kriju aj, edhe e zbriti tha në zemrën e burrave mrenda, edhe ndosi, ja dha dhe në banimi në zemrën e burrave, nuk gëzën me upaj, nuk gëzën me dalë, se tha, nëse i dhrimi prej zemrave burrave për çështjen e grave heket, koritën gratë. Kur të koritën gratë, tha, çfarë rezultati del prej kësaj, përzien familjet, kur kush se di gjali i kujnë atëne, bot Gjermani bot, të ne bëhat Francë. E shumë e njeri kur thot hoxha Gjermani dhe Francë ngushtohen se e kuriti hoxha Gjermanin. Allah, u bo beti apo. Qish bëhat Gjermani? A di shka që ma të ndershëm? Unë s'po thom kështu. Unë kam qenë lexues 5 vjet i gazetës Express të Kelnit. Në Keln del mëngjese për diqme. Unë kam qenë lexues në Gjermani një gazetës del në Hamburg e ka emnin Bild. Këto janë burimore, unë s'kam thonë kështu. Se në Gjermani, si cila dita grue, ka kontakt me një burë shka sa i veti. Në Gjermani, se i cili dit i fmi, nuk e di ka bab. Kanë thonë, kjo shka është një e shkrume, a shka sa e shkrume se di. Po mirë, mos të që ditë, se nuk matët me kanarin tonë, matët me kanarin e ative, ato thënë kjo a kultur. Kultur. Kjo thënë civilizime ka emnin. Thënë ato kështu, kjo është emancipim, ne i thëmë emancipim. Në kështu i thëmë, ato i thëmë qashtu, në i thëmë kështu, kjo a jetë e ajon, ka thonë pra burri duhet me pas jedhnim në zemër në qeshtjen e bijes edhe gruës edhe motrës ati. Nëse ki jedhnim del prej zemre, kuritën gratë, kur kuritën gratë, hopin familjet. E pa dhe Allah shfar zemër, shfar gardë i ka në mbrojgjës familjare, me shka e ka rujtë ata, jedhnohë mund. Po jo jedhnohë, po të vras. Të vras si zogë. Edhe hisë du me një për këtë punë vela. E di pse? Se kjo është derë që zban me kalu njoni. Në këtë derë zban me kalu. Kjo derë ka emnin namuz, kjo derë ka emnin nderë. Kësaj derë duhet me i dalë zot, edhe u kri, duhet me i dalë zot edhe u kri. E kur shkun burat poshtë, kur emancipun burat, emancipim Gjerman, Frances, Skandinavian, edhe Engleze përpet, matanena, çka ndodhi të ne? Që ka ndodhi prej kësaj?
Këtu e kam fjalën tash këtu ku duhet mu e dhue si e no njerëz apo. Çka doli prej kësaj? Doli prej kësaj që shqiptari, tash nuk po e them muslimani mo, po them shqiptari i cili një kohë i drevte musteqet bagji mazveshi. Edhe u bante me emën, tash i pravaj ato. Edhe u rujt një armë me njës një armë mramje, edhe aj kështu po thot pra. Kështu, tash po deklarohet ki. Po thot, shka ka, ajo, kur i thot se qish u bo kjo, me ardh një gjall, me rajt e dera, kështu. Qështu me rajt e dera, e më thonë, vore Hanife, ajo ma i mo që kur që po të prist e dera. Una, gjithnotën ti jetë pritja. Ajo mu trishtu e baba të rëvi thonë, ajo për jo mo, qëka po prit? Po t'ja folën telefon parzit. A i thave se po dal. E thënë baba bile mu mërzit që ajo s'po del me kose për ja kush hunën ati. Ju ka po i bëhat ati huna patlijan të dera, se kjo s'po del me ko e me heth të ridikur, të ne aj me e pru me elan të dera edhe u kri. Edhe kësa i mi thonë se ne jemi shqiptar, kësa i mi thonë se ne jemi kombin ne dojmë, jo, kise da as kombin, as autobusin, as traktorin, as motorin, as biciklën, ki kur gjaz ga. Se kombi nuk duhet të morë nderin në për kombi, nuk duhet kombi ashtu. Kombi në do, a i që nderin kombi t'jarun. A kombi ka ftira e kombi t'jan gratë. Gratë janë. Unë s'po thëmë burat janë, nuk e ka atë kuptim burat janë, po gratë janë. E do me thënë namuzi. I nderuar i gjemon ndo vene, po dashke mu jelnu, e ndo vene nuk duhet mu jelnu. Unë po pis tash pra, a javë kemi ndru vendi? Jam kemi ndru vendin, apo ku e nëmi na? A gje ku fares duhet mu jevnu hiq? A gje nëmi? Jevnomi na në rast momental, se njoni kër i ka nëzirë pras për jarës, i ka qitë në parar të e menuve. Këtu na jevnomi. A vallahi sahabët me qenë, generata par, ajo generata e altonit, me qenë qështi që këtë punën tonë me punu, ati njerit, ja kishin kajt halin që i kanë met pras më rejnë agje, ja kishin që gjem me nëzirë për jarë me parar të vetë. Ato këtë punë e kishin bose, ato e banën këta. Njoni për neve, dela gjë banë, helaq, banë ti qish me mëra muë në parar. A rendja është si pas feston, me anu krajnë traktorit ati, me anu krajnë kërrit ati, me nëzirë. E di pse? E di kur ka pas me qenë problem, gjemot? Ka pas me qenë problem, nëse njoni me kërë me pras, ka kalu në aparatone, edhe i ka batis kërë me gjithë pras qaq fort, që i motisë në nëzirë ata, edhe anë gjitë me le pak për toke kursën e shkull mo. Qatë hara me pas thonë, po mirë, shkat baj, katë livrojnë, është tira për kanota? Jo, a i del, shkon të shpia vetë, të në e toka tëret, e Allahu gjëlle zelaluhu gjëlle shanu, kur të mundo është ti me livru pak ma gjallat anë i kachore, ti shton ti se vapat ma shumë se me pas livru but. Ti shton se vapat edhe ma tepër. E tash këtu unë nuk po e legalizoj një gjonë tjetër. Ato njerëzit që ka s'kan kujdes, salamadime i mshu dunjohës. Edhe këta se janë do dhe në hoxha ka thonë shkamara. O, qiket peket dhe si qiket e morin dohu. Dhe mshoj maratin shmajt e në gjatë. Pjertas i mësoj, vertikal mësoj, diz mësoj, hoxha ka thonë s'ka mu jëllnu. E të ne aj pra e merë kërën, i ka 20 kërë me nëzirë, 20 ullë t'i bandë në përarë. Se 20 veni, pisi cilët pregon del në vetin ullë, apo? Se thot hoxha e ka legalizu këta në gjami, jo, kur thamune se s'dush mu jëllnu, ti tani dush me ubo, qa që i menqër, e ati me apaksusit mu ishbile shkelmën, apo? Kjo e islami jurë, kjo e rëmbullaksimi i kësa i fesh. Ka thonë, jabne Adem, udhkurni hina taghdab, adhkuruka hina aghdab. Ka thonë, o i biri Ademit, për fund sot, o i biri Ademit, kur t'jedhnohesh për menëm, kjo fjali nuk kanë Kuran, as nuk kanë hadis, as në librat e vjetra, fjale librave të vjetra, në Kuran sa në hadis nuk kanë. Ka thonë, jabne Adem, o i biri Ademit, për menëm kur t'jedhnohesh, ka thonë përmendi kur t'jedhrona. Allahu gjelle gjelaluhu. Kur t'jedhrosh thuj la ilaha illallah, thuj Allah. Ka thonë Allahu dëni ari e dhona, una ma përmendi tije. Një me një. Ashmir Allahu kur t'jedhnohet me përmendi, do me thonë ta ka falë. O Allah i jonë, për fundin e këti desi po t'lutemi që namazin e gjumasa o njëherë ka budh me e bansh. Na po t'lutemi që gjamatin ton o Zot,
ta bajsh xhamat të mbrojtur, edhe ta bajsh në nxënës siç na ke bëu nxënës neve të kësaj fe. Edhe t'ja u bajsh të mundër xhamatit ton, po të lutem jo Allah në këtë ditë madhe. T'ja u bajsh xhamatit ton të mundur, ta mësojnë përmend se duhet me ardh dersi kur të niset. Këtë lutje bana i kabul o Zot. Xhamati jon ta din se kur të niset dersi këtu duhet me konë, jo kur të soset. O Allah jon, nëse arrin kjo lutje jon të ti edhe bëhet kabul, edhe din xhamati jon, xhamati jon këtë xhami dhe në xhamia të tjera për shkak se jemi këtë njëjtë. Edhe din se kur tre zilja ora 11 tre zilja në xhami. Me një mrena e hoxha imam i marr, si të bëhet kjo lutje kabul. Edhe ta kemi një kësi xhamati në një pjesë shumë të madhe të problematikës e kemi kri. O Allah jon, mos e lë nxënësin tonë jashta derës mësimit kur tre zilja. Mos e lë se jashta drejtarës, jashta derës shkollës tu zhvillu mësimi, s'ka hajër, ka sharr, ka mrapa me të ri. O Allah jon, të ri tanë bani xhamat i librit tanë të shejt edhe i librit sunetit edhe i rrugës së sunetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gjitha lutjet sot çka ti bojnë muslimanët bani kabul. Ative që se kanë falë namazin e xumos, o Zot rafaja xhamiat me melaike, edhe kur ta falin deri në mramje, edhe ative banjab kabul. Këto janë ka përndojnë dilli. Këtive kalin dilli që e kanë falë deri tash, o Allah jon inshallah ke qenë të i pajtuar, edhe fjalët e ulemove bani fjalë me brum të fes ja rabbel alamin, hidhrimin bana prej ative që e shtim edhe e sundojmë ne, e majmë ne nër kam të tona, nuk e lëmë me në dalë për sipër, e për ato njerës që nuk kanë xhamin fillimin e dersit, për ata që kanë himë zilës, shembulli krijesor i dersit sodit, i cili e rumbullakson të ata që sot në e thamë ishte ai që janë shi i dhruar, edhe anija ndetin të cilën e kanë kap valet, janë dinët e kundërtën. Pritet anijen që e kanë kap valet me qitë në skajt detit, aja njeri që e ka kap hidhrimi, ashtu hi të ka dënizi. Pra njëni po donë më shpëtu, a qetri po fundosët. O Zot, neve banë na kur të na kapi hidhrimi, që mos jemi ata që po him ka deti, po që po dalim nga deti. Për dal nga aj duhet me nga dalësu fjallën, edhe me i shiqu problemet në prizmën e drejt, të dritës sinit, të dritës natë bukur që i fali, Allahu njeriut pa kompenzim. Lillahi il-Fatiha.